aktuale, mirë po shumë pak njerëz flasin për këtë temë, shumë pak njerëz e ndajnë këtë problem me njerëzit e tjerë, duke menduar që ky është një problem edhe etiketon atë njeri sikur ka probleme. Bëhet fjalë për shëndetin mendor, mental health. Kjo është një temë shumë më rëndësi tek familjet tona, posaçërisht tek fëmijët tonë. Siç thash, ka shumë prej të rinjve tanë, të cilët kalojnë në për kriza mendore, siç e kemi na ankthin, ose siç themi depression, apo anxiety, apo shëndetin mendor në përgjithësi. Edhe shumica prej familjeve nuk e din të identifikojnë që një fëmijë ose një antar i familjes me të vërtetë ka problem me shëndetin mendor. Edhe ne si familje duhet pak a shumë ta dim se çka do të thonë shëndeti mendor. Se çdo send, vëllezër të nderuar, ju e dini që edhe pleqt kanë thënë, inshallah Zoti na ruan mendjen. Se njeriu kur të shkon mendja, atëherë çka kërkohet nga trupi? Se mendja e kontrollon edhe trupin. A është ashtu? Mirë po, jetesa e cila bëhet në Australi. Ju e dini që në vendet tona përpara nuk kemi pas kësi probleme. Këto probleme tash kanë filluar në kohët e fundit, edhe mu më vje keq kur i shoh shumë prej fëmijëve tanë, të rinë tanë, 20 vjet, 22-3 vjet, marrin tableta, anti-depression, tablets që i themi ne, është një gjëna i madh, nga se ato tableta që ata i marrin, a din sa side effects kanë ato? Do thot, ajo ndoshta mund të shëron një send vogël, po t'jep edhe smundje tjera pastaj. Edhe ka disa prej të rinjve, të cilët kur të marrin një hap të tillë, një tablet, atëherë ata nuk din as si me qesh, nuk din as bëjnë muhabet, janë nam, janë të mpit që i themi ne. Të drunjosur, edhe nuk kanë ndjenja pastaj si një njeri normal. Kështu që familjet tona, edhe ne si komunitet, duhet ta pranojmë që shëndeti mendor është i vërtet. Se shumë njerëz, posaçërisht disa që thonë janë fetar, jo, kjo nuk ekziston, kjo nuk është e vërtet. Shëndeti mendor ekziston, ka ekzistuar edhe përpara, edhe do të ekzistoj edhe në të ardhmen. Mirë po çka është më rëndësi? Ata njerëz të cilët kanë problem me shëndetin mendor, nuk do më thënë që ata e kanë imanin ose besimin e dot. Se ka shumë njerëz të cilët e lidhin shëndetin mendor me besimin në Zot. Edhe posaçërisht disa njerëz që mendohen me qenë pak a shumë fetar, thot ti nuk ke iman, nuk ke besim, se nuk ke kishe pas këtë problem. Ajo është një gabim i madh, edhe ka imam që ne i njohim, që janë prezent, që me të vërtet kanë problem me shëndetin mendor. Edhe nuk do më thënë që ata nuk kanë iman, nuk kanë besim, mirë po shëndeti mendor dallon komplet nga besimi, si çdo smundje tjetër, kjo konsiderohet të jetë smundje. Mirë po çka është më rëndësi, vëllezër të nderuar, që edhe në kohët pejgamberit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam gjithherë ka bërë lutje që o Allah, na ruaj nga frika, na ruaj nga anxiety. Do të thonë, edhe pse ky emër nuk ka ekzistuar, po në arabisht është diçka që shumë për afërt është me këtë anxiety dhe depression që ne e njohim sot. Vetë pejgamberi alayhis salam, ju e dini që ka kaluar në për periudha të ndryshme. Pejgamberi alayhis salam ka kaluar në periudha të ndryshme që edhe ai në farë mënyre ka qenë depressed. Pse? Se ka pas raste, një rast ka qenë kur shpallja ju ka ndaluar atij për një kohë. Sa që ai ka menduar që Zoti mos e ka harruar atë, mos ka bërë ndonjë gabim, edhe Zoti është i hidhruar me te. Ju e dini që një sure që ne e lexojna, suratul Duha, kjo ju ka shpallur pejgamberit alayhis salam pas asaj krize që e ka pas pejgamberi. Pse e ka pas këtë krizë? Se vishin ata jo musliman, që ajo familje vet që ju tregova atë ditë, edhe thoshin, ku është ai Zoti ju tash?
Ai ty paska harruar. Edhe Allah i azbrit këtë sure, "Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal-akhiratu khairun laka min." Krejt kjo sure më jap shpjegu është shumë e rëndësi, kur shkoni në shtëpi ndoshta e lexoni. Allah i thot, ne nuk kemi harruar ty, edhe ne nuk jemi larguar nga teje. Edhe mbaje mend o pejgamber, kjo çka do të vjen tash e tutje për ty është më mirë se sa ato që ke kaluar në të kaluarën. Edhe çka po thot, mos harro se ti e din që ke qenë jetim, edhe na jena kujdes për ty. E din që ti ke qenë fukara, ke qenë i varfër, ne të kemi ushqyer ty. Mirë po në fundi thot Allahu diçka shumë e rëndësishme. Kerejt këto të mira ne ti kemi bërë ty, edhe tash dy gjëra kesh kujdes. Nëni ke kujdes se si po sjellësh me jetimin, se vetë ke qenë jetim, edhe ki kujdes si po sjellësh me fukaran, se vetë ke qenë fukara. Kjo është një lesson, një mësim për neve që shumica prej neve, jo këta të rinj që kanë lindur këtu, po ne që kemi ardhur prej overseas, cili prej neve s'ka qenë fukara? Cili prej neve s'ka pas vujtje? E tash Allahu kur pi thot pejgamberit alayhis salam, sikur po na thot secilit prej neve, ki kujdes se hey, ti ke qenë njëri prej atyre. Do ti ke qenë ashtu tash mos të rritet mendja se Allah mund të kthen atë gjendje që ke qenë përpara. Kedhalika kuntum min qabl faddalallahu aleikum. Kështu keni qenë përpara, Allahu ju ka jep begati. A kupton? Pra vëllezër të nderuar, kur është pyetje shëndeti mendor, unë kam punë me komunitetin ton, me të vërtet shumë, kur është pyetje shëndeti mendor. Disa prej fëmijëve tanë kanë probleme deri në atë mas që mua më ka ndodhur vetë, që një ose dy prej komunitetit ton edhe e kanë mbaruar jetën e tyre si rezultat i shëndetit mendor, edhe unë i kam varros ata me duart e mia. Ata kanë varë vetveten e tyre, janë shqiptar, kanë qenë në këtë vend, do thot ata janë izoluar, familja nuk e ka ditë deri në atë masë që këta janë të smur, edhe çka shoqëria asnjëherë nuk i ka dalë në ndihmë këtyre njerëzve. Kur e shen një njeri i cili me të vërtet është ndryshe, se na e njohim njëri tjetrin apo, na thojmë pse ky njeri sot nuk duket në rregull. Pse s'paku ne të shkojmë me pyet Vasfiu se filan a je mirë? A ke nevojë me fol? A ke nevojë diçka? Ose një telefonat e din që mund t'ja shpëtoj jetën dikujt. Wallahi po ju them këto fjalë nga provoja. Njëri prej këtyre njerëzve që ka pas probleme mendore edhe ka qenë njëri me fëmijë, që sot e kësaj dite është gjallë shoqër. Tha, edhe unë kam qenë gati që ta bëj atë gjë vetvetes. Se s'po përmendi me emër atin. Edhe tha, në atë moment kur ka ardhur momenti, tha mu kanë kujtu fjalët e tua. Edhe tha, fjalët e tua kanë rratha, edhe unë nuk e kam bërë atë. All it takes është që njeriu të më jam mbështetje. You're not alone, që thojnë ta, nuk je vetë. Neve na ke mbrapa. Kur e shet diken një antar të familjes që sjelljet e tij do thot kanë ndryshuar, që ai mundohet me u izoluar sa më shumë, që ai nuk bën muhabet që shka bërë muhabet përpara, do thot nuk komunikon me njerëz, don me qëndru vetë, don me qëndru izoluar, kjo tregon që ai njeri ka problem, do thot me shëndetin mendor. Mos u mundoni me thonë hajt se i kalon, mos u mundoni me thonë hajt se ne nuk i besojmë këtyre gjërave. Keni kujdes se këta të rita nuk janë që kemi qenë. Ne kemi qenë më të fortë, ne kemi kaluar luftra, kemi kaluar gjëra ndryshme. Një gjë e vogël që është për neve, për fëmijët tanë shumë e madhe. Sa ta s'kan kaluar që ka kemi kaluar ne. Ne kemi kaluar kohë pa buk, kemi kaluar kohë pa tesha, kemi shkuar shkollë pa ashtu. Do thot ne kemi kaluar këto gjëra edhe për atë ne jemi më të fortë. Jeta na